Të gjitha pjesët të dëmtuara në fshatin Bardhaj dhe Bleran nga shtrimi I linjës së furnizimit me ujë të pishëm ka nisur që të riparohen nga firma që po kryen punimet atje. Në këtë mënyrë është duke u hedhur shtresa asfaltit, një kërkesë kjo e kryetarit të Bashkisë Shkodër Benet Beci për ujësillësin dhe OSHE. Jemi duke kryer riparimet e kanaleve të dëmtuara nga ndërtimit të ujësillësit të fshatit Bardhaj. Shpresojmë me hapjen e kohës dhe brenda kësaj jave të mbyllim gjithë dëmtimet që janë kryer nga ana e kompanisë. Ndërtimit ujësillësit do kthehen sa më parë në gjendjen e mëparshme, të asfaltuara dhe pa hapur probleme me qarkullimin e mjeteve. Falenderojmë banorët e fshatit Bardhaj për mirëkuptimin dhe për bashkëpunimin që kanë pasur me kompaninë. Supervizori Bexhet Dedja foli për projektin e ujësillësit që pothuajse është drejt përfundimit, duke thënë se fshatrat Bardhaj dhe Bleran, të cilat nuk kanë patur ujë, tashmë do të furnizohen normalisht 24 orë në ditë. Ky investim është shumë I rëndësishëm për fshatet Bardhaj Bleran të Bashkisë Shkodër, pasi është një zonë që s'ka patur ujë dhe me ndërtimin e kësaj, kjo zonë do ketë ujë 24 orë me presion normal. Para nisjes projektit nuk ka pasur fare rrjet ujësillësi për furnizimin me ujë. Projekti përbëhet nga 3 puse çmimi, 2 që janë punë në mënyrë të vazhdueshme dhe 1 pusë rezervë në raste emergjente ose kur bien përuret në 2 puset kryesore. Uji I puseve është I sigurt pasi është mbështetur në studimin hidrologjik të bërë, janë bërë analizat laboratorike ku ka dalë I pastër pa asnjë lloj problemi. Rreth 5000 banor do të përfitojnë furnizim me ujë të pishëm nga ky investim. Ky ujësillës furnizon gjithë zonën, fshatin Bardhaj, fshatin Bleran edhe lagjen Varreza. Në gjithë pikat fundore furnizohen me ujë. Sasia e ujit sigurohet nga 3 puset është mbi 16 litra në sekond, e cila është më se mjaftueshme për popullsinë për 5000 banorësh. Janë rreth 800 banorë në këto fshatra të njësisë rrethina, të cilët janë pajisur me matësat përkatës. Projekti për linjën e re të ujësillësit nisi në muajin gusht të vitit të kaluar nga Shoqëria Rajonale Ujësillës Kanalizime Shkodër me një afat 18 mujor, por nisur nga ecuria e punimeve do të përmbyllet brenda 10 muajsh, ndërsa shtrimi I asfaltit është një prej proceseve përfundimtare.